Ne nuk kemi ndalur asnjëherë me fermerët, takimet që kur kam marrë detyrën pratikisht kam qenë në terren për të diskutuar me fermerët për problemet, shqetësimet, për sugjerimet që ne i japim, për skemën kombëtare, për t'i orientuar ata që të aplikojnë ndaj buxhetit cilin ne kemi akorduar për AZBR-n, në mënyrë që skema të cilën ne kemi përafruar tashmë sipas kërkesave të tyre, ku kemi bërë dëgjesat në muajin dhjetor dhe janar, kemi arritur që skema të parafrohet sipas kërkesave dhe sugjerimeve që kemi marrë nga terreni me fermerët. Tani kemi një tur që nuk do ndalemi, jo vetëm këtë javë, por edhe në ditët e tjera në vazhdim. Sot jemi në Maqellar, në Tibër, edhe nesër jemi në parlament, sigurisht se kemi dhe interpelancë, por edhe parlamentin, që duhet të jemi patjetër. Ne jemi duke folur me fermerët, por t'i orientuar dhe për t'i thënë atyre që skema kombëtare është për ta dhe çdo buxhet i cili është akorduar për ta duhet që të shkojë në llogarinë e tyre. Bashkë me fermerin orientuar që të marrë autofakturat, duke i depozituar ato dhe të marrë dhe 10% të cilët ai sipas autofakturimit që ka kryer janë diku te 15.000 euro dhe në llogarinë e tij kalojnë 1.500 euro sipas skemës që ne kemi vënë në dispozicion. Jo vetëm to, ku ka edhe platacione të tjera deri në 4 hektar ku janë mbjella me mollë, të ndryshme të frutave dhe perimeve, ku fermeri do të përfitojë mbi 2.500 euro vetëm nga 10%. Pa fut këtu edhe skemën tjetër që përfiton në disa nga agregatet e tjerë, siç është mjeti motorrik apo dhe ato çfarë ferma e tij ka nevojë.